Poezia u rikthye në qendër të jetës kulturore Lezhani me edicionin 14 të aktivitetit Ora Muzës, një shfaqje poezisë së bukur që prej vitesh është ndërruar në traditë të përvitshme. Në organizimin e klubit të letrave Nduhet Gjetja, mbi 90 poet nga gjitha hapësia shqiptare paraqitin krimet e tyre, ndërsa vetëm 35 u përzgjodhen për të qenë pjesë e konkurimit final. Kjo veprimtari e lidhur ngushtë me muajin e letërsisë vjen si një vazhdimsi e traditës poetike që Lezhë ka trashëguar prej dekadash me emra të njohur të letrave shqipe. Shiko, tashmë në edicionin 14 është koha që poezia të nisit përzgjedhet. Ne kemi gjithmonë një problem të tillë se ofrohen shumë njerëz që pretendojnë që dinë shkruajnë poezi por që ndoshta nuk është vendi i tyre. Ato është koha që ne ta bëjmë pak elitare, edhe për faktin që ne na vijnë mysafir nga gjithë anët e Shqipërisë, nga gjithë shqiptaria, jo vetëm Shqipëria. Atëherë nuk kemi se si të paraqitemi me çdo lloj poezie që prezantohet. Pavarësisht se pastaj është edhe çështja tjetër që është çështja kohë, sepse ne na erdhe 91 poezi dhe 91 poezi nuk ke mundësi që ti lexosh dhe patjetër që do të zgjedhim. Dhe normalisht kur të zgjedhësh, do zgjedhësh ato që janë më të mirat, më të pranueshme. Për shkak se është jetë e vështirë me zgjedh 3 poezi, me zgjedh 6 poezi, sepse ka shumë a tepër poezi të mira, ka shumë a tepër poezi me vlera dhe gjithmonë e ke atë problemin që mundesh që edhe i mbetesh bosh dikujt. Përmegjithatë konkursi letrar dhe manifestimet si ky sotmi e kanë edhe atë frymën e takimit, frymën e miqësisë, frymën e harmonisë mes njëri tjetrit dhe besoj që takimet e tilla janë përtej, shkojmë përtej një konkursi letrar, është mirë që mbahet, është mirë që janë tradicionale. Ora Muzës është një aktivitet mjaft interesant i klubit të letrave Nduhet Gjetja në Lezhë. Është vetë Lezhë një areal i poetëve të mëdhenj, është toka e franceskanëve të mëdhenj, e etërve të mëdhenj, si Gjergj Fishta, por nuk do të harruar se këtu në këtë areal ka kryer aktivitetin e tij edhe Ndrej Mjeda i madh, me atë dëgjuan e vetë shqipe të mrekullueshme. Dhe ky aktivitet që është konkurs i poetëve këtu në Lezhë, i përvitshëm, është si thua një pikë takimi i poetëve nga të gjitha treva shqiptare, nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova dhe ka kudo, domethënë si thua ata që shkruajnë shqip, gjuhën shqipe dhe konkurrojnë këtu në Lezhë. Lezhë ka marrë një vlerë shenjtërore sa i përket poezisë. Do të thosha që takimet e Lezhës të organizuara nga klubi Nduhet Gjetja, që është gjithashtu një emër i madh, jo vetëm poeti në fjalën Nduhet Gjetja, por dhe klubi në fakt është një emër i madh i poezisë, sepse aktivitetet janë të gjitha shumë serioze, sistematike, domethënë bëhet një punë shumë e madhe. Në përfundim të edicionit 14, juria shpalli si fitues këtij edicioni poetet Bona Mulaj e Luka, Alketa Gashi Fazliu dhe Marash Mirashim.